Thot Allahu te bareke wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë nuk I krijova xhinët dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë, vetëm që të më njohin. E vallahi billahi, ai I cili e njeh Allahun te bareke wa taala me automatizëm patjetër edhe do ta dashuron atë xhelle xhelalu. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, Allahun gjelle gjelalu e madhërojmë, Allahun te bareke wa ta'ala e duam dhe para të nështrohemi dhe për ulemi. Ska kush që meriton të adhurohet në qiell në tokë përpos Allahu te bareke wa ta'ala. Paqja dhe mëshira Allahu gjelle wa ala të gjitha qofshin për pejgamberin ton të dashur Muhammedin, të birin e Abdullahi salavatu rabbi wa salamu alej, atë pejgamber të cilën e zgjodhi Allahu te bareke wa taala si mbartës dhe kumtues I mesazhit të fundit që Allahu xhelle xhelalu kishte për t'ia thënë njerëzimit. O ju robër të Allahut, lagni gjuhët e juja me salate dhe selame sa herë që të përmendet emri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O Allah, të lutemi ashtu siç na ke bashkuar në një xhami pe xhamive të tua në dunja. O Allah, na bashkon në hijen e arshit tënd, ditën ku nuk ka hije tjetër pos hije sa arshit Allahu te bareke wa taala. O ju vëllezërit e mi, Allahu Jalla wa Ala thot, ja ejuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun Jalla wa Ala me një frikë të vërtet. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keni frikë Allahun Jalla wa Ala me një frikë që meriton ai dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. O ju robër të Allahut, sot me lene Allahu Jalla wa Ala në këtë khutbe të xumas e kam titulluar lidhja e krijesave me krijuesin e tyre Jalla wa Ala, apo lidhja e njeriut me Allahun Jalla wa Ala. Po ju robër të Allahut, njeriu e ka një lidhje të fuqishme me Allahun Jalla wa Ala, por edhe Allahu te bareke wa taala e ka një lidhje të veçantë me njeriun. O ju vëllezërit e mi, ajo lidhje është lidhja e dashurisë. Allahu te bareke wa taala ka një dashuri për robërit e tij, por edhe besimtarët kanë një dashuri për Allahun Jalla wa Ala. Ej vëllezërit e mi, Allahu Jalla wa Ala pse na deshti, andaj edhe na krijoi te bareke wa taala. Po mos na kishte dashur Allahu te bareke wa taala, as që do të kishim qenë sot ne prezent në mesin e njerëzve. Allahu Jalla wa Ala thot, "Awala yanzuru al-insanu anna khalaqnahu min qabl." A nuk e sheh njeriu se ne jemi ata që e krijuam atë më herët? Pra kur dikur njeriu nuk ishte asgjëja, kur dikur njeriu as që ekzistonte, as që prindërit tan e dinin edhe emrin e ndonjëri prej nesh, Allahu te bareke wa taala kishte pas vendos që ta krijon këtë njeri. Pse? Për arsye se Allahu Jalla wa Ala e don atë. O ju vëllezërit e mi, Allahu Jalla wa Ala na deshti, andaj edhe na I dha shikimin. Allahu Jalla wa Ala na deshti, andaj edhe na I dha ndigjimin. Allahu Jalla wa Ala na deshti, andaj edhe na I dha duart edhe këmbën dhe na I dha zemrat. Allahu Jalla wa Ala thot, "Wa huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum." Dhe është ai Allahu I cili ju krijoi dhe ju nxori nga barqet e nënave tuaja. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Dhe ai është I cili juve ju dha ndigjimin, dhe ai është I cili juve dha shikimin, dhe ai është I cili juve dha zemrat. Ai dhe vetëm ai, dhe ne nuk njohim dikën përpos atë. La ilaha illa Allah subhanahu wa taala. O ju robër të Allahut, kush ishte ai? Pos ai I cili na u furnizoi në barqet e nënave tona. Kush është ai? Pos ai subhanahu wa taala që ne na nxori prej barqeve të nënave. La ilaha illa Allah. Allahu te bareke wa taala na tregon, o ju vëllezër, se ai Jalla wa Ala dhe vetëm ai është ne mësoi të
folurit, dhe ne nuk dinim që të flasim, po mos na mësonte Allahu. Thot Allahu xhalla wala, Ar-Rahman, 'allama al-insan. Rahmani, mëshiruesi, i cili duhet që të duhet dhe të madhërohet, është ai i cili juve ju mësoi dhe më mësoi të folurit. Ska kush që ne i ka mësuar të folurit pos Allahu te bareke ve teala. O ju vëllezërit e mi, dijeni se Allahu te bareke ve teala edhe e ka krijuar njeriu për këtë marrëdhënie, për këtë lidhje të ndërsjellë mes njeriu dhe Zotit xhella ve ala. Thot Allahu te bareke ve teala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unë nuk i krijova gjinët dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë, vetëm që të më njohin. E vallahi billahi, ai i cili e njeh Allahun te bareke ve teala me automatizëm patjetër edhe do ta dashuron atë xhelle xhelalu. Ai i cili e njeh Allahun, ai i cili e adhuron Allahun, ai edhe don atë dhe krijon një lidhje dashurie mes atij dhe Zotit xhella wa ala. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Dhe ata të cilët besojnë, ata kanë dashuri marramense ndaj Allahu xhalla wala. Pasha Allahun e ju vëllezërit e mi, lidhja mes nesh dhe Allahu xhalla wala nuk është lidhje e frikës dhe e mbisundimit, po është lidhje e dashurisë dhe e poruljes para Zotit xhalla wala. Elus Allahun te bareke ve teala që të jemi të tillë. O ju robër të Allahut, e ndonjëri prej nesh e që ka vite që i ka ik rrugës së Zotit xhella wala, e që ka vite ndoshta edhe e ka humb lidhjen e tij me Allahun xhella wala. Pasha Allahu një moment që robi i kthehet Allahut, Allahu xhelle xhelalu dëshmon prej shtaqieve se Allahu e don atë. Thot Allahu xhella wala, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Me të vërtet Allahu i don ata që pendohen. Pra edhe në qoftë se moti nuk e kemi gjetë pragun e xhamisë së Allahut, edhe në qoftë se ka kohë ju vëllezër që nuk kemi rënë në sejdë dhe në ruku, pasha Allahu xhella wala, për dashurinë e madhe që Allahu e ka për robin e tij, e pret atë, ndoshta edhe e godet ndonjëherë me sprova, vetëm se Allahu e merr malli për zanin tënd, vetëm se Allahu xhella wala për dashurinë e madhe që e ka për robin, e pret atë dhe e pranon te bareke ve teala. O ju vëllezërit e mi, lidhja mes nesh dhe Allahu xhella wala vallahi është lidhje e çuditshme. Nuk ka të dashur dhe mik më të madh se Allahu te bareke ve teala. Allahu xhelle xhelalu e krijon lidhjen e çuditshme dhe të mahnitshme mes atij dhe robit vetëm me një fjalë. Kur robi thot o Allah, Allahu xhelle wala thot fa inni qarib, unë jam afër. O ju vëllezërit e mi, Allahu xhelle wala me qenjen e tij bujar është mbi shtaçije. Allahu te bareke ve teala me qenjen e tij madhështore është mbi arshin e tij, që largësia mes tokës dhe arshit nuk mund të paramendohet. Vetëm një moment kur ti thosh ja Allah, o Zot, o Allah. Allahu te bareke ve teala thotë unë jam afër. I përgjigjem lutjes të lutësit kur ai më lutet. O ju vëllezërit e mi, edhe vetë fjala Allah ngjallë në zemrën e robit lidhjen e dashurisë dhe mirëqenies mes robit dhe Allahu xhella wala. Fjala Allah vjen prej fjalës arabe el-ilah, që do të thotë el-ma'budu bil mahabbati wal khudu', që do të thotë ai i cili adhurohet me dashuri dhe porulje. Pra vetë fjala Allah xhella xhelalu krijon më një herë atë lidhjen e domosdoshme mes robit dhe Allahut, që është lidhja e dashurisë që e kemi për Zotin xhella wala. Andaj o ju vëllezërit e mi, këtë lidhje që e kemi me Allahun xhella wala, me të dashurin tënd, me mikun tënd subhanahu wa taala, asnjëherë mos e kaput. Dhe në qoftë se robi me gjithë gabime, me gjithë largesën që e ka prej Zotit xhella wala, nuk e largon lidhjen e dashurisë mes atij dhe Allahut te bareke ve teala, përgëzoj o robi Allahu xhella wala për ditën kur do takohesh me Allahun te bareke ve teala, ku Allahu xhella wala do thot ku janë ata që janë dashur për harte të madhërisë time, sot do t'i fus në hijen e arshit, ditë kur nuk ka hije tjetër posa hijes së arshit. E si është për ata që e kanë dashur Allahun te bareke ve teala. Elus Allahun xhella wala që na bën për atyre që ne e duam atë dhe ai na don ne, ya rabbel alamin. E thash atë që dëgjuat, kërkoj falje Zotit për vete dhe për ju, me të Zotin dhe Zoti ju shumë falës, alhamdulillah. Kur do të pyet dikush pse falesh, të pse e du Allahun. Kur do të pyet dikush pse agjeron, të pse e du Allahun. Kur do të pyet dikush pse e japi zakatin, o filan, të pse e du Allahun.
Kur të pyet dikush, pse je duke shpenzu për xhamiat e Zotit, thuj pse e du Allahun. Kur të pyet dikush, pse i bën urdhat e Allahut, pse largohesh prej ndalesave të Allahut, pse Allahun e du xhallahu ala, pse ai më ka fal çdo mirësi, subhan, edhe është meritor ai xhallahu ala që unë të ndalohem me ndalesave të tij xhallahu ala. Allahu te bareke ve teala kur i cilson besimtarët në Kur'an, ndër të tjera thot yuhibbuhum wa yuhibbune, ata duan atë dhe ai i don ata. La ilaha illallah, për këtë lidhje të madhe që është mes Allahut dhe krijesave dhe njeriu. Yuhibbuhum, ata e duan atë, por edhe ai i don ata xhallahu ala. Elusë Allahun xhallahu ala që të jemi për atyre që ai na don dhe ne e duam atë te bareke u teala, dhe ne në realitet natyrshëm duhet që ta duam atë, se çdo mirësi dhe çdo dhuratë është prej tij xhallahu ala. Po që të na don Allahu, valla kjo është e madhe dhe e çuditshme, qofshim prej tyre ya rabbel alamin. O Allah, të lutemi me emrat e bukura dhe cilësitë e larta, ya Allah, dëshmojmë madhërinë tënde, ya Allah, dëshmojmë mbajtësitë e arshit tënd, ya Allah, dëshmojmë melekët e qijeve dhe melekët e tokës. O Allah, dëshmojmë gjithë krijesat e tua, ya Rabbi, se ne të duam ty, dhe miku nuk e dënon, dhe i dashuri të dashuri nuk e dënon. Ya Rabbi, kimi vendos duart tona dhe ballet tona para pragut të dedës tënde, ya Allah, me dashurinë e madhe që e kemi për ty, o Allah. O Allah, wal habibu la yu'adhibu habibe, e i dashuri nuk e dënon të dashurin, e miku nuk e dënon mikun. Andaj ya Rabbi, ngrite prej nesh dënimin tënd, ya dhe xhelali wal ikram. O Allah, të lutemi ruaj fytyrat tona prej zjarrit të xhenemit, ya dhe xhelali wal ikram. O Allah, të lutemi ruaj fytyrat e prindërve dhe qafat e prindërve tan prej zjarrit të xhenemit, ya Allah. O Allah, të lutemi ruaj qafat edhe fytyrat e gjishërve dhe gjysheve tona prej zjarrit të xhenemit, ya Allah, ya dhe xhelali wal ikram. O Allah, të lutem më mëshiroj ata gjyshër dhe ata gjyshe që nga fëmiria e hershme na thoni ne që të duam ty, o Allah, dhe ata na mësoni surën Kul huwallah dhe surën Elhamdulillah për dashurinë që e kishin për ty, ya Allah. O Allah, mëshiroj ata që na mësoni shahadetin la ilaha illallah për dashurinë që e kanë pas për ty, ya Allah. Me të vërtet Allahu është dëgjuesi lutjeve dhe pranuesi lutjeve tona subhanahu wa taala. Luma i cili e ka mik Allahun xhallahu ala, shumë i fortë është ai pasha Allahun xhallahu ala. O s'kam mik më të madh. A keni pa dikush kur thotë unë kam shpinën e fortë, pse ka filan mikun dhe filan mikun, pe ndoshta filan kryetarë dhe pe partijave. O pasha Allahun, kush e ka mik Allahun xhallahu ala, ai është i fortë dhe ai ka shpinën shumë të fortë. Elusë Allahun xhallahu ala që dashamirë më i madh të jetë vetëm Allahu te bareke ve teala dhe në zemrat tona, e që është qabje e trupave tonë, mos zën vend në të dikush tjetër pos Allahu xhallahu ala dhe dashurisë që e kemi ndaj të tjerëve për hatër të Allahu te bareke ve teala. O Allah, të lutemi me emrat e bukura dhe cilësitë e larta, ya rabbel alamin, lësho mëshirën dhe rahmetin tënd mbi vllazërin tonë në Gazë, ya dhul xhelali wal ikram. O Allah, mëshiroj fëmijët e tyre, ya rabbel alamin. O Allah, të lutem mëshiroj të vdekurit e tyre, shëroj të sëmurit e tyre, ya dhul xhelali wal ikram. O Allah, me të vërtet ti je më i mëshirshëm te bareke ve teala. O Allah, lëshoje hidhërimin dhe dënimin tënd mbi popullin zullumqtar, ya dhul xhelali wal ikram. O Allah, vendosemi para derës tënde, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, me emrat e bukura dhe cilësitë e larta. Në këto momente të ditës së xumas, ya Rabbi, ti e din se ne nuk posedojmë diçka pos lutjes. O Allah, të lutem ndihmoj atyre vëllezërve. Ya Allah, mëshiroj zemrat e nënave të tyre. O Allah, përforcoj zemrat e atyre prindërve, ya Rabbel alamin, dhe bashkoj ata dhe ne me ata në xhenetet e larta, ya dhe xhelali wal ikram.